partitë janë kështu. Zgjidhemi për gjë tjetër që po diskutojmë thjesht Florin si individ. Po diskutojmë modelin që erdhi një ditë që shoqëria duhet të bëhet bashkë. Po të shkuar një njeri të ajrit atje dhe boll nga kjo politika që na ka lodhur që po themi gjithë të modelet që e shkel dhe kushtetutën, e shkel dhe statutin edhe na çon një njeri atje që s'bën as si punë një herë. Nuk ka historia botërore një vend ky është një model, ky është një model që po eci, do jetë një sukses i madh për shoqërinë tonë. Jo, s'ka sukses. Që bëhen njerëzit bashkë, nuk ka modela politikë që verifikë. Nuk është i korruptuar. Ti si e mendojve, çfarë duhet bënte PD-ja? Çfarë duhet bënte? Mund të ma fikni pak të zotëri. Ai është figur ç'kemë ata, ai është fiku i sekondë vëlla që të flasi tjetri. Nuk ka model në botë qeverisja politike. Nuk ka model në botë deri më sot. Po ditët më thoni se tërhiqem unë. Jo, ka kandidat. Model qeverisja po ai s'do bëj apo nuk po në vend do ta bëj politika. Politika është po nuk po bën qeverisje më buri dheut. Je administrim vendor, po nuk po zgjedh politike, po zgjedh ne si qytetar. Po është një njeri atje që do jo, pra s'po çon politika, ka zgjedhur politika. Më fal, tani kryetari i bashkisë duhet të jetë menaxher i mirë? Absolutisht po. Aq.